Në pranverën e vitit 1992, Bjelina e Bosnje e Hercegovinas u zgjua me një mëngjes që nuk do të harronte kurrë. Tigrat e Arkanit hynë në qytet duke pretenduar se po luftonin fundamentalistët islamik, por e vetmja gjë që gjetën ishin civil të pafajshëm, bosnjak dhe shqiptar. Mes tyre ishte edhe një djalosh vetëm 23 vjeçar, nga Llazkarca e Shkupit, Hajrush Ziberi, i cili kishte shkuar aty për të punuar, vetëm 2 muaj pasi ishte martuar. Ato ditë ai e largoi vëllain e tij të vogël nga qyteti, duke ja shpëtuar jetën, ndërsa vet nuk u kthye më. Pak orë më vonë u kap nga paramilitarët. Në rrugë qëlluan çifti shqiptar pajaziti, për të cilët punonte Hajrushi. Burri u rrëzua i plagosur, ndërsa gruaja u përkul t'i ndalte gjakun, por edhe ajo vra para syve të dëshmitarit të vetëm, fotografit amerikan Ron Haviv. Në një prej momenteve më të dhimbshme të luftës, Haviv pa Hajrushin të rrethuar, me duart e ngritura, i tmerruar pa asnjë faj. Pak më vonë dëgjoi një zhurmë dhe pa trupin e Hajrushit duke rënë nga dritarja e katit të dytë. Hajrushi ende merrte frym, por paramilitarët u tallën me të. E lagën me ujë dhe me ironi thanë se tani është pagëzuar. Ishte hera e fundit që u pa i gjallë. Ron Haviv rrezikoi jetën e vet kur Arkanit i thanë se ai kishte fotografuar torturat. Ai ja kërkoi filmat, por Haviv fshiu njerin dhe nuk ja dha. Pikërisht ai film ruajti përjetësisht fytyrën dhe pafajësinë e Hajrushit. Trupi i tij u gjet në lumin Sava, por duhej 12 vjet që të identifikohej me ADN. Familja priti me shpresë se ndoshta ai ishte gjallë, derisa e vërteta u kthye si një thikë e ftohtë. Në vitin 2004, Hajrush Ziberi u varros në vendlindje dhe fotografia e tij mbeti një nga simbolet më të fuqishme të krimeve në Bosnjë. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.